Pasi aprovuan Ozempic, OBSH-ja rekomandon ulje çmimesh për medikamentet kundër obezitetit. Organizmat dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar së fundi përdorimin e medikamenteve të reja për të ulur kurbën e obezitetit, duke kërkuar nga kompanitë farmaceutike të ulin çmimet. Medikamentet cilat kërkohet ulja e çmimeve dhe zgjerimi i bazës së aksesit për vendet me të ardhur të ulta janë Wegovy, Ozempic dhe Mounjaro, cilat sugjerojnë krahas një diete të shëndetshme, ushtrimesh fizike dhe mbështetje mjekësore. Sipas OBSH-s, aktualisht në medikamentet në fjalë ka mundësi përkthjes 10% e botës deri në vitin 2030, ndërkohë që epidemitë obezitetit janë emergjente edhe në lindjen e mesme në Amerikën Latine në ishujt e paqësorit. Vetëm medikamenti Wegovy ishte i disponueshëm vetëm në 15 vende në fillim të vitit.